Përveç përfitimeve mendore që ti e the të stërvit mendjen, të krijon dhe të mëson me të qenurit i disiplinuar në jetë, përgjithsisht sportet si palestra, taekwondoja e të tjera gjëra me radhë, të krijojnë një lloj disipline në jetë. Çfarë përfitimesh fizike të sjell ky lloj? Normalisht baza hobby është përfitimi fizik. Atëherë ti përfiton pjesën e atletit, domethënë je shumë i aftë në pjesën e lëvizjes, je shumë i aftë në pjesën e energjisë. Pra ti zgjohesh në mëngjes, domethënë dhe zgjohesh po me energji, nuk shkoj ora 7 tani, të zgjohem pak më vonë. Jo, kjo të krijon një disiplinë. Po patjetër, kjo të krijon një disiplinë, domethënë nga ana mendore, por edhe nga ana fizike që ti je, domethënë gati. Gati për të shkuar në punë, gati për të kryer diçka, apo çdo lloj gjëje që ti e kalon ditën. Për të bërë një trup të mirë, zgjedhin të bëjnë këtë lloj gjëje? Patjetër. Të ndihmon një lloj si palestra? Për mendimin dhe kush janë diferencat mes madje dhe më shumë? Pse më shumë? Të krijon një trup të lidhur mbas vetes, të krijon normalisht unë përfaqësoj pjesën e arteve marciale dhe normalisht pjesa e trupit ton është një trup me muskuj të lidhur që ne kërkojmë forcën dhe nuk kërkojmë atë pjesën masive. Të fryesh, siç thonë zakonisht, Dhe për një individ besoj se kjo është gjëja më e mirë për të. Po të shikosh në kampionate europiane apo botërore, domethënë pjesa e femrave në taekwondo kanë trupin më të bukur. Po, e vërtetë. Kështu që a është gjinia femërore apo jo mashkullore më interesuar në Tiranë për të bërë arte marciale? Momentalisht ka qenë vetëm ajo mashkullore. Kemi parë që vitet e fundit ka pasur interes shumë nga gjinia femërore për këtë pjesë, për të provuar diçka të re, por edhe nga benefitet që ky sport na sjell, si ana e trupit, pjesa e shpejtësisë, që për një femër domethënë të jetë në ato bazat e modelingut, ky sport është perfekt.